Grinlanda, ishulli më i madh në botë dhe territor autonom në Mbretërinë e Danimarkës, ka hyrë sërish në qendër të vëmendjes globale pas deklaratave dhe interesimit të përsëritur të presidentit amerikan Donald Trump për të marrë nën kontroll ose për ta futur në sferën direkte të ndikimit të Shteteve të Bashkuara. Ky interes nuk është i ri, por në mandatin e tij aktual presidencial, Trump e ka rikthyer Grinlandën si një çështje strategjike, duke ngritur debat ndërkombëtar, reagime politike dhe analiza gjeopolitike. SBA tashmë ka bazën ushtarake në Grinland. Ajo është vendimtare për mbrojtjen raketore, monitorimin e hapësirës ajrore, sistemet e paralajmërimit të hershëm ndaj raketave balistike. Me rritjen e tensioneve me Rusinë dhe Kinën, kontrolli më i madh i Grinlandës do të jepte SBA-s avantazh të jashtëzakonshëm ushtarak. Grinlanda është një minierë e fjetur burimesh natyrore, metale të rralla, uranium, naftë dhe gaz natyror, minerale strategjike për teknologjinë moderne dhe industrinë ushtarake. Këto burime janë thelbësore për prodhimin e baterive, teknologjinë e gjelbër, industrinë e armëve, inteligjencën artificiale. SBA synon të zvoglojë varësinë nga Kina, e cila aktualisht dominon tregun global të metaleve të rralla. Shkrirja e akunajve në Arktik po hap rrugë të reja tregtare, detare dhe akses më të lehtë në burime natyrore, territore të reja për ndikimin ekonomik dhe politik. Grinlanda po shndrohet në një nyje kyçe për tregtinë globale të së armës dhe SBA nuk dëshiron të mbetet jashtë kësaj gare. Rusia ka rritur ndjeshëm praninë e saj ushtarake në Arktik, ndërsa Kina e quan veten fuqi afër Arktikut dhe ka investuar në projekte infrastrukturore në rajon. Interesimi i Trump për Grinlandën shihet si një kundërpeshë ndaj ndikimit rus, një bllokim strategjik ndaj ambicjeve kineze. Qeveria daneze ka deklaruar qartë se Grinlanda nuk është në shitje. Autoritetet lokale grenlandeze theksojnë të drejtën për vetëvendosje. Edhe pse termi ta marrë Grinlandën është përdorur shpesh në media, analistët vlerësojnë se synimi real është rritja e ndikimit amerikan, marrëveshje afatgjate ushtarake dhe ekonomike, kontroll strategjik pa aneksim formal. Grinlanda nuk është thjesht një ishull i mbuluar me akull. Ajo është një aset strategjik global, një pikë kyçe për sigurinë, ekonominë dhe gjeopolitikën e shekullit 21. Interesimi i presidentit Donald Trump për Grinlandën nuk lidhet me ambicie simbolike, por me llogaritje të ftohta strategjike që do të ndikojnë balancat globale për dekada.